Deputeti vetëvendosjes Agim Batiri ka një thirrje për liderët partijak dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës. Teksa po afrohet afati për formimin e qeverisë së re, Batiri ka bërë thirrje për unitet. Ai ka thënë se Kosova nuk e ka luksin që të shkojë në zgjedhje të reja 2 herë brenda vitit, ndërsa ka thënë gjithashtu se duhet të bëhen bashkë sepse armiqt duan të shohin të përçarët dhe të dobët. Uniteti është obligim kombëtar, jo zgjedhje. Të nderuar kolegë deputet dhe lider partijak, si deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës ndjej përgjegjësi që t'ju drejtohem me një thirrje vëllazërore. Kjo javë deri të dielën, me 26 tetor, është afati për formimin e qeverisë së re. Kosova nuk ka luksin të shkojë në zgjedhje të reja parlamentare 2 herë brenda një viti. Armiqtë tanë dëshirojnë të na shohin të përçarë dhe të dobët, por ne duhet të jemi më të bashkuar dhe më të fortë se asnjëherë më parë, sepse sa herë që adeu jon ka qenë në vështirësi, bashkimi ka qenë arma më e fortë me të cilën i kemi bërë ballë çdo armiku. Mos lejoni ju që interesat personale apo partijake të na pengojnë në rrugë drejt progresit. Kosova jon meriton stabilitet, jo kaos, meriton punë, jo zgjedhje të pafundme që harxojnë energjinë dhe besimin e qytetarëve. Ne jemi zgjedhur për t'i shërbyer popullit, jo për ta lënë errësirë. Ta ndjejmë përgjegjësinë e madhe ndaj atyre që na kanë votuar, ndaj historisë sonë të vuajtur dhe ndaj të ardhmes së fëmijëve tanë. Tani është koha të njohim njëri tjetrin, kush do të dalë atë dashës se kush përçarës, shprehet Batiri. Sa kaq zëvendësministri i drejtësisë në detyrë Vigan Qorolli ka thënë se ekzistojnë mundësi të reale që qeveria e re Kurti 3 të formohet këtë të diel. Ai ka theksuar gjithashtu se në mungesë të formimit të qeverisë, alternativa e dytë janë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ne besojmë që gjasat janë reale për të bërë qeveria të dielën, ndërkohë që në mungesë të qeverisë, plani B janë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Kurti ka qenë i gatshëm për kompromis dhe sonte është i gatshëm gjithashtu për ta bërë një qeveri stabile, sepse 20 milion euro në 2 palë zgjedhje do t'i kushtojnë jashtëzakonisht shumë buxhetit të Kosovës dhe qytetarëve, ka deklaruar ai. Qorolli ka shtuar se procesi i formimit të qeverisë ka kërkesa të qarta dhe bisedime intensive. Unë nuk mund të ndaj informacion, por bisedimet janë intensive, janë bërë kërkesa konkrete për LDK-n, oferta konkrete. Refuzimi kategorik i LDK se ka sjell atë në këtë gjendje siç është, ka thënë ai. Më tej, Qorolli ka shpjeguar se nëse pas të dielës nuk arrihet shumica, zgjedhjet e ardhshme do të kenë pasoja të ndërlikuara për procesin e zgjedhjes së presidentit dhe për funksionimin e Kuvendit.